Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministria e Shëndetësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut premton ulje të çmimeve maksimale të barnave për vitin 2026. Paraqikohet ulje për barnat aty ku ekzistojnë tregues të përshtatshëm të tregut. Vendimet me çmime të reja maksimale të reduktuara janë publikuar në faqen e internetit të Ministrisë me ulje të arritura për një total prej rreth 343 lloje barnash. Prej tyre, 156 janë origjinale, 174 gjenerike dhe 13 barna nga importet të ndërhyrjes. Çmimet e reja do të fillojnë të zbatohen nga 1 maj këtij viti pas një periudhe në të cilën kompanitë farmaceutike do të harmonizojnë çmimet në shitjen me shumicë dhe pakicë. Opozita shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut akuzon pushtetarët shqiptar për mos respektimin e gjuhës shqipe. Deputeti BDI-s Blerim Bexheti publikoi mesazhe të kuvendit ku shihen të jenë vetëm në gjuhën maqedonase. Për këtë Bexheti akuzoi kreun e kuvendit Afrim Gazhi. Ky nuk është më debat politik, është çështje digniteti dhe rendi kushtetues. Gjuha shqipe nuk është dekor, është vije kuqe, deklarojnë nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Për këtë deklaratë reagoi deputeti Avlen Saranda Imeri Stafaj. Ajo tha se mënyra se si bëhet kërkesa ndikon në gjuhën e mesazheve që dërgohen. Radio 7, zëri pozitiv I qytetit. Tragjedi me shqiptarët e Kosovës në Austri. 3 punonjës shqiptarë ndërruan një jetë dhe një tjetër mbeti I plagosur rënd në Vjenë. Informacionet zyrtare tregojnë se shkak për tragjedinë u bë rrëzimi I skelave. Policia e Vjenës tregon se 3 nga 4 punëtorët e vdekur në punishten e ndërtimit janë shtetas kosovar. Zyrtar arishtuhet se policia e Vjenës së bashku me inspektoriatin e punës filluan hetimet të gjitha drejtimit për të gjetur shkakun e tragjedisë pa dhënë detaje për aksidentin tragjik. Ambasada e Republikës Kosovës në Vjenë konfirmoi se viktimat janë Pajtim Berami 26 vjeç, Aslan Mysliu 49 vjeç, kurse personi I tretë sipas njoftimit është Istrev Zekaj. Krerët më të lartë të qeverisë dhe shtetit në Kosovë shprehën keqardhje për tragjedinë. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kryeministri Albin Kurti ka shprehur ngushëllimet e tij për familjet e viktimave. Qeveria e Republikës Kosovës është në komunikim të ngushtë me ambasadën tonë në Vjenë për të ofruar të gjithë mbështetjen e nevojshme, shkruan Kurti. Ngushëllime për familjet e viktimave shprehu dhe kryetare e Kuvendit të Kosovës Albulina Xhiu. Opozita në Kosovë akuzon kryeministrin Albin Kurti për fryrjen e administratës së qeverisë. Shefi I grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri në një konferencë për media bëri një analizë të strukturës së kabinetit qeveritar. Sipas tij, 453 persona janë emëruar politikisht. Sipas kreut të deputetëve të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ministrit kanë portofol fiktiv me qëllimin e vetëm për të rritur numrin e ministrive për të pasur sa më shumë staf të emëruar politik dhe të njëjtën kohë për të akomoduar agjendën e tyre partijake. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv I qytetit.